Për fund një farë mënyre meritokracisë shtoj, i pët një shkelm ide se ai që mëson e testin e arritshmërisë shënon rezultate më të larta. Tash për shembull, nëse i kthehemi vitit 2024, meqense ato i kanë dhëna kështu objektive që janë gjetje konkrete të hulumtimeve, ka qenë një grup matura 2024 që i ka pas 7602 antar në Viber. 7602 antar i bjen rreth 42% e nxënësve, të gjithë nxënësve që i nështrohen këtij provimi që është aktualisht rreth 19.000. Vetëm një grup po flasim. Në këtë kontekst, për shembull, nëse e marrim pas provimit maturës shtetërore në vitin 2024, kanë arrit ose ministria ka raportuar që vetëm 79 nxënës janë përjashtuar nga provimi maturës shtetërore për përdorim të telefonit gjatë këtij procesi, që i bie më pak se 0.5%. Domethënë kena një disproporcion shumë të madh, se na kemi pasur që këtu grupe janë jashtëzakonisht aktive pikërisht në kohën kur zhvillohet provimi maturës shtetërore, përkundër që telefoni me rregulla nuk lejohet me hy brenda. Po i kanë leju, pra s'kanë qenë rigjid, janë toleru. Personalisht, po edhe në bazë të fokus grupeve që i kemi mbajt, një administrator që dëshiron me qenë në krye të detyrës, është e pamundur me i kopju nxënësit në atë kohë, sepse janë rreth 15 nxënës në klasë, edhe nëse ka telefona brenda, nuk po thonë ashta 100%, po është e vështirë nëse administratori është në krye të detyrës. Pra, kjo nënkupton që vetë administratorët në një mënyrë ose tjetër e tolerojnë, e shpesher edhe e mundsojnë, qëllimshëm largohen nga klasa për një periudhë caktuar. Msheli njëri në sy që është shpreha, po ja. Për me istutje. Kështu që këto ndryshimet në ligj, unë mendoj që është dashur me përmbajt edhe masën e tërheqjes përkohshme ose edhe të përhershme të licencës së mësimdhënësit, meqense administratorët janë kryesisht mësimdhënës, pasi ata mësimdhënës që e tolerojnë ose e mundsojnë kopijimin edhe këtë mashtrim masiv, unë mendoj që nuk e meritojnë një licencë të mësimdhënies tutje. Kështu që ka shumë elemente krahas kësaj, na për shembull në Komisionin Parlamentar për Arsim është diskutuar shumë edhe për një pikë që ndërlidhet me detektorët e valve, detektorët që e pamundsojnë futjen e valve në qendrat e testimit. Aty në ligj theksohet që Ministria e Arsimit mund të vendosë detektor, e kjo mund të vendosë detektor ka qenë që moti, por asnjëherë nuk janë vendosë detektorët. Ose le obligative, le dëshirore. Edhe në bazë të informatave që kam, edhe nesër nuk do të ketë detektor, do të ketë telefona, edhe do të ketë natyrisht vijimësi të këtij mashtrimi kolektiv. Mirë, s'po e paraqyjmë tërësisht, mbetet shihet, ndonë se ajo si referencës kaluarës nuk na jep fort shenja pozitive. Na duke qenë që i kemi ndjek këtu grupe, për shembull, është edhe interesante që këtu grupe vazhdojnë me qenë aktive. Do të thonë, në çdo vit, për shembull, kjo matura 2024 bëhet matura 2025, matura 2026, kur vjen provimi maturës shtetërore, riaktivizohet edhe riaktualizohet si grup. Janë interesant këto, megjithatë kemi një situatë të tillë ku fatkeqësisht kjo e dëmton krejtësisht kredibilitetin e provimit maturës shtetërore. Kemi pas edhe gjetje të zyrës së auditimit ku për shembull nxënësit me notë mesatare 2 kanë arritur me pas rezultate tepër të larta në provimin maturës shtetërore. Pra jemi të folë për një provim i cili unë kam bindjen më shumë bëhet sepse është obligim për të bërë, edhe pse kushton rreth 350.000 euro organizimi i tij. Dhe përkundër dijenisë në këtë rast edhe të personave përgjegjës të divizionit relevant, nuk kemi ndonjë hap konkret. Përjashto këtu, para 2 viteve ku përmes platformës e-Kosova që u kriju mundësia me apliku për provim, kjo mandej e krijon një situatë ku në qendrat e testimit kishte nxënës të shkollave të ndryshme. Pra edhe kjo pak ishte një pozitivitet për shkak se të paktën nxënësit brenda një klase ishin të paktë ata që njiheshin mes vete dhe kështu me radhë. Shpërndarje kështu. Po, shpërndarja ka qenë hap pozitiv, por mos më thonë se gjithçka. Po, përveç këtyre grupeve që i përmendet, tash është edhe inteligjenca artificiale që mund të përdoret, sidomos telefon për të arritur të dhëna që mund t'ju ndihmojnë për të mashtruar. Po, që ta saktësojmë kështu. Nxënësve për të kaluar testin, ju keni pas edhe një studim së fundmi që
inteligjenca artificiale vetëse ka filluar të përdoret goxha shumë brenda sistemit tonë arsimor nga nxënësit. Si qëndron puna këtu? Po, realisht, këto platformat me AI do t'jenë mundësi e re për nxënësit për me kalu këtë provim shpejt e shpejt, edhe më letë, edhe në përmasa edhe më të mëdha të mashtrimit, në qoftë se natyrisht lejohen telefonat në klasë. Studimi i publikuar së fundi nxjerr në pa disa dhëna interesante, pak a shumë kanë qenë edhe përshtypje të përgjithshme, por tash kemi dhëna objektive për shkak se reprezentojnë nivelin nacional dhe kam pas respondent mbi 1500 nxënës, që është një numër, një shifër të paktën në aspektin metodologjik goxha i besueshëm, 95% është besueshmëria e saj. Del që 9 nga 10 nxënës, mbi 9 nga 10 nxënës, janë duke përdorur vazhdimisht inteligjencën artificiale për qëllime shkollore. Për këtyre statistika vjen 93.4% e nxënësve aktualisht në Kosovë, pavarësisht a janë në zona rurale, a janë në zona urbane, a janë në shkollat vogla apo të mëdha, përdorin inteligjencën artificiale për qëllime shkollore. Dhe çfarë bie kjo? Çfarë rëndësie, se unë e pash ju kishit dhënë për atë kontra realisht, por kryesisht ka dhe efekte të mira përdorimi apo jo? Absolutisht.